Përshëndetje. Si shikohet, sot me 28 qershor dhe këto bletët me surprizuan. Disa prej tyre kam mbi 18-20 ditë që si kam kontrollu. Dhe sot që po i shikoja se që kanë bo. Që keni pa dhe tek disa video pak më përpara. Kanë vazhdu, kanë ndërtu dhe kanë bërë një punë shumë të mirë. Sa këtu i kam pas lënë në pra korniza. Një kornizë mangut me një fjalë. Edhe kjo kanë ndërtu këtu edhe sipër ka bërë një punë shumë të mirë që do a tregojmë avash. Vetëse para 2 javësh, pasi pa ta bërë vjeljen, ura vetë që pa të rënë, goxha kullota nuk po sillin, më prandaj që i bëra vjeljen, edhe i pa ta lënë me thënë drejtën, jo është në gjendje shumë të mirë. Dhe kam qenë jashtë për disa ditë, dhe tani që u ktheva, po vazhdoja bëja kontrollet, po i shikoja dhe sinqerisht me surprizu, nuk e prisja që do ishin kaq mirë. Ata shohem që kemi këtu. Kjo është korniza e 9, është me pjellë editore dhe me pjellë bulosër. Të njëjta edhe këtu. Pjellën për mashallah. Edhe kjo këtu është një blet, është një mbretëresh. Kjo se mbani mend, janë bletët, kjo është një nga ato bletët që kam pas bërë ndarjet në shtator, në tetor. Mbretëreshat në tetor, që janë frekundu dhe pa të një pjellë në tetor. Mashallah. Kjo është pjellë. Vetëm boni mashallah. Një pjellë me të vërtet shumë e mirë. Edhe hëngëm dhe një thumbim, se kisha kopa i marrë të thumbet, dhe ka bërë pjellën perfekte. Kemi 2 me pjellë. E treta me pjellë. Ajo që vura rredhe tek bletë të tjera është që kanë punu mirë dhe po shikoja dhe disa bletë të vogla që i kam pas lënë më të vogla kishin vazhdu, kishin ndërtu dhe ishin në gjendje shumë të mirë. Por do ju tregoj dhe një bletë që shpesherë keni pyet ç'a bën ndarje pas vjeljes. Normal që mund t'i bësh, nëse ke mbretëresha të gatshme mund t'i bësh, e ke më të lehtë, nuk humbet shumë kohë. Edhe kjo është me pjellë të penset, me pjellë editore nga të dyja krahas. Tani e kanë nisë duke vendosur diçka këtu tek kurorat poshtë, sepse gjithë mjaltin e kanë përshëndruar në katin e dytë. Tani po vazhdojmë të vendosim edhe pak tek kurorat poshtë. Se po t'i shohësh kurorat janë gjitha bosh, por tek këto janë me pjellë deri lart te kurora, normal që s'ka si ta depozitoj aty. Se gjithë nektarin e kanë gjithë në katin e dytë. Kemi 4 korniza rrjesht, të 4ta me pjellë. Korniza e 8 me pjellë. Gjysma është me pjellë këtej, një pjesë këtu është me polen. Dhe tani kanë duke vendosur dhe pak nektar në kurora. Korniza e 6 me pjellë. Me pjellë. Mashallah. Mashallah. Me pjellë.
pjellje, ja dhe mbretëresha që në ka këtu, ja tek na erdhi edhe një nga këto grezat e mëdhaja, iku, mbretëresha është këtu shoh që ka mbush këtë pjesën komplet me nektar, këtu kemi pjellje, këtu është mbretëresha. Kemi 7 korniza rrjesht me pjellje. Kjo është korniza e 8. Edhe kjo është me pjellje. Mashallah. Këtë se duket, telefoni është pak larg, po për arsye se nuk ka si të rrije drejt, kemi lënë pak të larg. Është deri në fund me pjellje. Shojmë dhe kornizën e 9. Këtu është korniza e 9. E kemi me nektar. Dhe mos gaboj këtë kornizën këtu. Herën e fundit që pa ta bërë kontrolli, diku tek 10 ditë, 15 ditë, ja kam vendosur kornizë të re, e ka punu, edhe e kam mbushur me nektar. Jo plot me nektar, por ka hedhur nektar. Do ta marr telefonin nga afër dhe t'ua tregoj pak sa i bukur që është. Me vërtet një nektar super i bukur. Por po vale ju të më thoni se nga se vjen ky nektari. Sepse nuk doja qelloni, e di shumë mirë se nuk doja qelloni se nga po vjen. Shikojeni pak. Nuk e di nëse shihet si që shohim, me si duket, dhe se duket. Kjo është 2 kat, por i kam lënë më pak korniza në katin e dytë. E kam lënë që të fokusohet dhe të bëjë një punë të bukur. Shikoni si duket nektari. Pika pika, si zi, kuq. Mashallah. Tani kemi punë edhe me këtë pjesën që e ka ndërtu. Do e marrë t'ja vendos me një kornizë dhe t'ja dhuroj taket aty përsëri. Kështu që po e mbyllim videon, kemi diçka tjetër për të thënë. Mbretët janë për mashallah. Ky fundi qershorit këtu edhe viteve tjera ka qenë shumë i mirë, dhe pse nga mesi i qershorit, nga fillimi i qershorit ishte jo e mirë. Ditët kanë qenë jo të mira, pasi bëra vjele nuk pas shumë sjellje nektari. Tani si shihet kanë vazhduar të sjellin prap diçka. I kanë zbardhur, por mjafton për mendimin tim që bletët jenë pak më të ngjeshura, jo t'i lëmë dhe shumë korniza, dhe pse tek disa i kam lënë më shumë korniza, po t'i shikoni, sepse pas vjeljes unë nuk arrita t'i heq kornizat, t'i lehtësoja disa dhe valash kornizat që ta lepinin të hanin atë mjaltin që pa të ngel në për korniza pas vjeljes. Dhe tani do vazhdoj t'i heq disa korniza, t'i lej aq sa korniza i duhet një bleta që të bëjë një punë sa më të mirë, që mos ta shpërndaje gjithë nektarin në për shumë korniza, se kur i lem shumë do që vendos pak tek njëra, pak tek tjetra, pak tek tjetra, edhe kështu ja humbim atë punën e mirë. Ndërsa kur i lem pak, i mbush mirë edhe është në gjendje shumë të mirë. T'ja kaloni bukur dhe shihemi me një video tjetër.